Polemikën se mund t'ju them që po ju kur flasun dëgjoni apo prisni radhën që të bëni pyetjen tuaj, se unë thash 2 herë që tërheqja e kompanisë është argumentuar me krizën dhe ne nuk kemi asnjë të dhënë që të na jap idenë se këtu mund të ketë pasur ndonjë presion. Unë thash 2 herë. Por ama është e sigurt që faktor të ndryshëm për arsye interesash të natyrave të ndryshme dhe I përmenda cilët mund t'jenë ta interesa, nuk e mirëpresin ndërtimin e një porti të ri. Kjo është luftë ekonomike, luftë tregtare, po është edhe më shumë se kaq, është dhe luftë e brendshme, interesash që thash ata që zotrojnë kanalet e trafiqeve nuk e mirëpresin në ndërtohet Shqipëri ky port sigurie të lartë. Se një port sigurie I lartë, si ai. Pra shkrimi I organizuar që ka bërë presion, se ato që zotrojnë kanalet e trafiqeve si ta kuptoj. O zonjë. Atëherë, pyetja nuk ishte mbaruar, kisha edhe pjesën tjetër. A mund të shpjegoni publikut se çfarë do ndodh me që ky është një projekt I rëndësisë? Do t'ja shpjegoj kur t'jemi gati. Dhe do jemi gati shumë shpejt, thash. Ne po e përgatisim hapin tjetër, por tani nuk mund të shpjegoj diçka që s'është gati, sepse duhet bëhemi gati dhe pastaj duhet të themi, kjo është rruga që do ndërtohet porti I ri dhe pastaj ato rrugë nuk e ndal dot askush. A mund të bëj edhe një pyetje tjetër? Po, patjetër. Me që ishim të deklaratat e ambasadave, si u lexuan, në fakt aty ka një fjali që nuk kërkohet që të mos pengohet puna e SPAK-ut dhe në raportin e fundit që ka dorëzuar SPAK në Kuvendin e Shqipërisë për punën e strukturës gjatë 2025-s, ka një fjali ku thuhet që shprehet shqetësimi I SPAK-ut për ndryshimet e mundshme ligjore që mund të kufizojnë punën e kësaj strukture. A do vijojë mazhoranca me ndryshimet ligjore që keni propozuar, që jeni dhe ju firmëtar, dhe ndoshta edhe ndryshime të reja që mund të konsiderohen si pengesë dhe kufizimi punës organeve të drejtësisë? Nuk kam lexuar këtë raport dhe nuk mund të komentoj diçka që se kam lexuar vetë, por në mirëbesimin tuaj që më dhat një ndjesi të tonit të një fjalie, mendoj që nuk është puna e SPAK-ut t'i thot Parlamentit Shqipërisë çfarë do të bëj Parlamenti Shqipërisë. SPAK-ut të shohi punën e vet, ne do shohim punën tonë, ju do shikoni tuajën dhe të gjithë bashkë do bëjmë më të mirën që punët tona të bëhen sa më mirë dhe sa më mirë të bëhen punët tona, aq më mirë do të bëhet edhe Shqipëria. Dhe detyra ime është të mos ndërhyj në punën tuaj, detyra juaj është më lini të flas kur më pyesni. Detyra e SPAK-ut është luftoj korrupsionin, luftoj krimin e organizuar, e ka të gjithë mbështetjen tonë. Detyra jonë pastaj është që të bëjmë detyrën tonë kur vjen puna tek parlamenti, I cili është sovran dhe nuk varet as nga SPAK-u dhe as nga ambasadat dhe nga askush tjetër. Kështu që këto janë gjëra shumë të qarta, nuk kam asnjë problem unë me këto, ndërkohë që ndryshimi për të cilin ju flisni, nuk besoj se ka të bëjë me raportin e SPAK-ut, nuk më ha mendja që ka të bëjë me raportin, sepse raporti është normalisht një raport pune për një periudhë gjatë kohë, nuk besoj se është raport I lidhur me javën e fundit. Ai është një ndryshim I domosdoshëm që do bëhet, siç e kemi thënë, dhe është në proces dhe do votohet, nuk diskutohet fare. Nuk ka shans që të ndodhi më në Shqipëri që të çohet një prokuror me gjykatës pezullojnë në funksionet vitale të qeverisë apo të institucioneve tjera të cilat nuk mund ta delegojnë dot. Kupton? Ky është çështja, se këtu nuk pezullohet personi, këtu pezullohet funksioni. Këtë gjë nuk e ka ditur prokurori bashkë me gjykatësin që janë mbyllur bashkë të dy dhe kanë marrë vendim të pezullojnë një ministre, po në fakt kanë pezulluar funksionin. Funksioni sepse nuk e ka askush tjetër autoritetin me ligj që të vazhdojë të udhëheq ministrinë në mungesë ministrit. Është shumë e qartë dhe shumë e thjeshtë. Për sa I përket ndryshimeve të tjera, patjetër që ne do bëjmë ndryshime të tjera, sepse kemi kodin e ri penal, kemi ndërhyrjet e domosdoshme në kodin e procedurës penale, por të gjitha këto
nuk kanë ngut. Për gjitha këto ne po punojmë, kemi një material shumë voluminoz edhe me shumë brum për tu diskutuar, që është drafti i përgatitur nga grupi ekspertëve të pavarur shqiptar me në krye drejtorin e shkollës magjistraturës, është ripunuar dhe është në ripunim sipas informacionit që kam unë mbi bazën e gjitha vërejtjeve që janë bërë, po ndërkohë kemi dhe dy aleat në këtë proces, Ministrinë e Drejtësisë Italisë dhe Ministrinë e Drejtësisë Francës, me një rrjet ekspertësh që këto dy ministrina i kanë vënë në dispozicion dhe me të cilët do të rishikojmë gjithë kodin e ri, do rishikojmë normat e kodit procedurës penale. Për kodin e ri kemi dhe qeverinë holandeze të përfshirë që na ka vënë në dispozicion dy ekspert, kështu që çdo gjë është në kontroll në kuptimin e mirë të fjalës dhe patjetër në respekt plot gjitha standardeve europiane, ndërkombëtare etj. Nuk ka asnjë vullnet, asnjë tendencë, asnjë qëllim, asnjë ëndër për të kthyer mbrapsht gjërat që kanë shkuar përpara. Por detyra për t'i përmirësuar gjërat është e gjitha. Oliver Dalmunça nga MNC në televizion. Zoti kryeministër, ju përmendët pak ngritjen e një faktori publik që mund të përfshihet edhe në sektorin e naftës. Duke marrë parasysh situatën që mund krijohet në rajon për shkak të konflikteve ndërkombëtare, a mund të na tregoni disa detaje më shumë për këtë faktor publik? Dhe së dyti, a është ende në tryez projekti për ngritjen e një rafinerie në bashkëpunim me palën azere? Dhe ju lutem për të kuptuar pak në raport me integrimin, u the këtu po për ta qartësuar, mundësia për t'u integruar në mënyrë të pjesshme ose me faza, pra pa veto dhe pa komisioner, do të kërkonte prekjen e trakteve të brendshme të Bashkimit Evropian dhe ndoshta edhe një reformë të brendshme në Union. A mendoni që kjo do ta shtynte procesin për Shqipërinë? Dhe shumë shkurtimisht thjesht për të qartësuar pak pyetjen që u bë më herët, a mund të ndani me ne cilët janë këto faktorë që folët që mund të ndikojnë në projektin e Porto Romanos? Duke filluar nga fundi, nuk kam nevojë të ndaj me ju asgjë, mjafton juve të lexoni pak edhe të përpiqeni të kuptoni pak natyrën strategjike të atij porti edhe interesat që mund të jenë ndërthurura me të, edhe i nxirrni vetë gjithë faktorët, nuk ka në shkencë, është shumë e thjeshtë. Ju mendoni që gjithë bota mezi po pret të ndërtohet një port i ri që të shërbej si bazë NATO-s në Shqipëri? Për shembull, nëse e mendoni kështu që s'besoj, atëherë shikoni një botë që s'ekziston. Nëse nuk e mendoni kështu, atëherë numërojini faktorët që nuk e mirëpresin këtë gjë. Edhe për te i kësaj, ju mendoni që të gjithë mezi presin që shqiptarët bëhen më të fortë edhe të bëhen më të zëshëm edhe të bëhen më të respektuar? Ju mendoni që në shumë çka ndodh në raport me ne në aspektin negativ nuk ka lidhje me këtë fakt? Do me thënë bota funksionon sipas atyre librave dhe manualeve të parimeve, normave, standardeve dhe nuk kam brapa asgjë tjetër? Unë mendoj që jo. Unë mendoj që fuqizimi ynë që është real, ngritja jonë që është reale, zëri ynë që është real, nuk i ka lumturuar gjithë dhe nuk e presin gjithë me kënaqësi që shqiptarët të kenë një dominancë në një nyje strategjike të tregtisë edhe të mobilitetit mund mes të Europës. Si mendoni? Mendoni ju që të tjerët dikur kur e synonin Shqipërinë si bazë, si marrëdhënie, si ishin budallej edhe ishin të vendet vogla ato që i nguleshin këtu edhe donin me çdo kusht kishin këtu një këmbë? Të gjitha këto janë reale, i ka historia. Mirë po, kur historia është
duke u bërë ata që janë duke bërë historinë nuk janë të vetëdijshëm për masat e historisë që po bëjnë. Ndërkohë që nesër të gjitha këto që sot po bëhen në Shqipëri do lexohen ndryshe. Edhe nuk do lexoj më njeri artikujt me gënjeshtra edhe nuk do ndjeki më njeri debatet e një përfaqësuese të një medie që s'lët flasi gjallë në botë kryeministin t'ja i përgjigje. Këto janë gjëra që sot bëjnë lajm, nesër i kujtojnë ata që duan dëshmor të gjallë të luftës me regjimin, pas nesër ikin, vinë tjera. Dërsa këto janë gjërat që mbeten. Për sa i përket asaj që the jo, nuk është e vërtet. Sepse ajo që unë jam përpjekur të bëj dhe që tani ka filluar të ketë më shumë aleat, nuk është diçka definitive. Pra nuk bëhet fjalë për të kaluar, për të ndryshuar traktatet, të hiqet veto, të hiqet votat, jo. Bëhet fjalë për të ndërtuar një proces marrëdhëniesh dypalëshe midis shtetit të ri antar edhe Bashkimit Evropian. Me mekanizma që ata i gjejnë vetë, se për gjetë mekanizma dhe për të ndërtuar procese burokratike janë nishat edhe unë s'kam asnjë kapacitet që t'ju mësoj asgjë, por marrëveshje bilaterale ku